Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju qelbet goja erë, ja si të shpëtoni nga ky problem për gjithmonë në vetëm 5 minuta. Keni probleme me erën e keqe të gojës dhe nuk dini se çfarë të bëni, keni një takim dhe ndiheni në siklet nga era e keqe që goja lëshon, e po mos u shqetësoni më, pasi ky problem tashmë do të marrë fund. Ne do të sjellim këtu disa mënyra se si ju të përdorni sodën e bukës për të larguar aromën e keqe nga goja juaj. Soda e bukës neutralizon acidin e keq në gojë duke larguar kështu edhe aromën e keqe. Ajo gjithashtu vret bakteret dhe nuk dëmton mishrat e dhëmbëve. Ja mënyrat se si të përdorni sodën e bukës për largimin e erës së keqe nga goja. Përzieni sodën e bukës me pak ujë. E fusni në gojë dhe bëni me të gargar për plot 30 sekonda. Këtë procedurë ju mundet që ta përsërisni çdo ditë sa herë që ju të dëshironi. Sodë buke me pastë dhëmbësh. Përzieni bashk sodën dhe gjithashtu pastën e dhëmbëve. Merrni një furçë dhëmbësh dhe lani gojën me të dhe dhëmbët. Në këtë mënyrë, era e keqe e gojës do të largohet sa hap e mbyll syt. Sodë buke me krip, edhe kjo është një mënyrë e cila është tërësisht efektive për pastrimin e gojës nga era e keqe. Gjithashtu, këtu ne do t'ju sugjerojmë që të merrni pak sodë me krip në një gotë me ujë të vakët dhe i përzieni bashk. Futeni në gojë dhe bëni gargar sa të ndjeni se goja juaj është e freskët. Ne ju këshillojmë gjithashtu që të merrni pak sodë buke, pak uthull dhe i përzieni ato së bashku në një enë ose në një filxhan dhe më pas futeni ato në gojë. E përsërisni disa herë derisa mbetja të ketë përfunduar. Sodë buke me mjalt, edhe kjo është një mënyrë tërësisht efektive. Ne ju këshillojmë që ju të merrni një gotë dhe të hidhni në të mjaltin dhe sodën dhe më pas t'i përzieni ato së bashku. Bëni vazhdimisht gargar derisa era e keqe e gojës të jetë larguar. Mos e tejkaloni masën e sodës. Në çdo përbërje hidhni vetëm nga një lugë sodë buke dhe kështu ju do të jeni në rregull. Nga ana tjetër, këtu ne do t'ju tregojmë se çfarë shkakton erën e keqe të gojës dhe disa nga mënyrat se si ju ta largoni atë. Nuk ka gjë më të sikletshme se sa të takosh dikë ndërsa je duke folur dhe kupton që fryma juaj lëshon një aromë të keqe të gojës. Është një problem mjaft i sikletshëm i cili prek pothuajse të gjithë njerëzit. Paralajmërimi i një sëmundje apo një komplikacioni shëndetësor dhe sigurisht për ushqimet që ju konsumoni dhe higjiena e varfër janë faktorët më kryesor të aromës së keqe nga goja. Problemet shëndetësore të cilat do të lidhen me erën e keqe të gojës. Era e keqe e gojës apo ndjesia e shijes së keqe në shumë raste paralajmëron disa lloje sëmundjesh, ndër më kryesoret është ajo e cila ka të bëjë me dhëmbët dhe mishrat e tyre. Quhet periodontis dhe ndodh në rastet kur indet tuaja preken pikërisht nga inflamacioni dhe në këtë rast arterjet e indeve të dhëmbit tuaj të cilat e mbajnë oksigjenin dhe ushqyesit shkatërohen duke bllokuar funksionin e indeve. Kjo sëmundje shkaktohet edhe nga sëmundje të tjera në të cilat mundet që të jetë prekur trupi juaj. Gjithashtu duhet të keni parasysh se në forma akute kjo sëmundje bëhet kronike. Problemet e sëmundjes së periodontis kanë nevojë për ndërhyrjen e dentistit. Simptoma e ndjesisë së gojës së thatë gjithashtu do të shkaktojë erën e keqe të gojës. Goja e thatë mund të jetë si rezultat i mjekimeve të ndryshme që trupi juaj merr për trajtimin e komplikacioneve shëndetësore.
Janë edhe disa sëmundje të tjera të cilat shkaktojnë sëmundjen e gojës për të cilat ju të gjithë duhet të tregoni të vëmendshëm dhe njëkohësisht të keni kujdes. Disa prej të cilave janë infeksionet në aparatin e frymëmarrjes siç është pneumonia apo bronshiti, infeksionet kronike të sinuseve, diabeti, niveli i lartë i aciditetit në stomak, si edhe problemet e mëlçisë dhe veshkave. Ushqime të cilat luftojnë erën e keqe të gojës. Higjiena e gojës dhe pastrimi i saj në mëngjes dhe në darkë është një faktor i rëndësishëm i erës së keqe të gojës, ashtu si edhe mënyra e të ushqyerit. Ne këtu do t'ju sugjerojmë disa prej ushqimeve të cilat largojnë erën e keqe të gojës. Çaji i zi ose ai i jeshil përmban një nivel të lartë të antioksidantëve. Sipas studimeve të fundit ka rezultuar se konsumimi i çajit të zi ose atij jeshil ndihmon në largimin e erës së keqe të gojës, kjo për shkak të fuqisë së tyre në shkatërrimin e baktereve që shkaktojnë erën e keqe në gojë. Kosi. Kosi është një produkt fantastik për higjienën e gojës. Konsumimi i një gote me kos çdo ditë redukton nivelin e aromës së keqe në gojë. Efektet e mira të kosit vijnë pikërisht për shkak të probiotikëve që ai përmban. Uji është një ilaç natyral dhe burimi kryesor i mirëqenies së organizmit. Përfshir këtu edhe shëndetin tuaj të gojës. Konsumimi i ujit ndihmon në largimin e mbetjeve ushqimore në përdhëmb. Pirja e ujit nxit gjithashtu prodhimin e salvis, element që vepron si një agent pastrues në gojë. Majdanozi dhe borziloku, të dy këta përbërës gjithashtu ndihmojnë shumë në largimin e erës së keqe të gojës, sidomos kur konsumojmë hudhra apo qep. Ideale janë në përfitimin edhe të shumë vlerave dhe kombinimit të hudhrave apo qepës me këto dy erëza gjatë konsumimit. Sigurisht mund të përdorni dhe moll dhe spinaq, të cilët janë po ashtu dy përbërës fantastik në largimin e erës së keqe të gojës. Mollët mund të konsumohen pas çdo vakti ushqimor, por edhe në mëngjes, ndërsa spinaqi rekomandohet të konsiderohet më së shumti i pagatuar dhe në sallatë. Gjithashtu, gurët e bajameve janë ato njolla të vogla të bardha të vendosura në bajamet tuaja. Ato pothuajse nuk shihen pasi janë të fshehura brenda dhe njëkohësisht shkaktojnë erën e keqe të gojës, sepse tërheqin baktere dhe gjithashtu përbëhen nga mikrobe. Disa mënyra natyrale për të zgjidhur këtë problem janë përdorimi i shpëlarësve të gojës pa substanca, gargara e uthullës së mollës, gargara me ujë të ngrohtë të kripur dhe gjithashtu përdorimi i një fol seri ujë me presion të ulët, i cili mundet që të ndihmojë në ndalimin e formimit të gurëve. Gjithashtu, mos e anashkaloni vaktin e mëngjesit. Ngrënia e mëngjesit është me të vërtetë një vakt tepër i rëndësishëm për shëndetin tuaj, i cili gjithashtu mundet të jap energji për ditën në vijim, por njëkohësisht është i rëndësishëm dhe për frymëmarrjen. Një studim tregon se adoleshentët të cilët nuk hanë mëngjes vuajnë nga era e keqe e gojës më shumë se sa ata të cilët e konsumojnë atë. Është e rëndësishme të hani një mëngjes të shëndetshëm, i cili ka pak sheqer, si për shembull marule, kos, qumësht dhe të gjitha llojet e ushqimeve të pasura me fibra. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona
që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Njoftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.